Politika ka uruar 113 vjetorin në shpalljes së pavarësisë shteti i pavarur. I pari që përcolli urimet ishte kryeministri Edi Rama, i cili publikoi një fotografi nga monumenti i pavarësisë në Vlorë. Gëzuar ditën e pavarësisë, shkruan kreu i qeverisë. Presidenti Bajram Begaj ka uruar shqiptarët për përvjetorin e pavarësisë nga sheshi i flamurit në Vlorë. Teksa ka ndarë foto nga ceremonia e ngritjes së flamurit, Begaj ka shkruar: "Sheshi i flamurit, gëzuar 28 nëntorin, ditën e pavarësisë." Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha uroi shqiptarët me rastin e 113 vjetorit të pavarësisë. Berisha shpreh vlerësimet maksimale për të gjithë figurat e rëndësishme të historisë shqiptare që sakrifikuan dhe jetën e tyre ja kushtuan atë dheun. Një urim nga qelia bëri edhe kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta. Duke vlerësuar kontributin e figurave historike, ai thekson se patriotizmi, sakrificat dhe gjaku i derdhur për flamurin duhet të mbeten pishtari i përhershëm për kombin shqiptar. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka, pasi ka zhvilluar homazhe në varrin e Ismail Qemalit, dha një deklaratë për mediat, ku uroi pavarësinë dhe gjithë shqiptarët për festën. Partia Demokratike në këtë ditë feste kombëtare, në këtë ditë të shenjtë për kombin shqiptar, uron gëzuar këtë festë, gëzuar këtë ditë të madhe çdo shqiptari. Është 28 nëntori, dita kur Skënderbreu ngriti flamurin në Vlorë, është dita Skënderbreu ngriti flamurin në Krujë, është dita kur Ismail Qemali ngriti flamurin në Vlorë dhe është dita kur u shlirua Shqipëria. Prandaj kjo ditë është ditë e bekuar dhe e shenjtë për shqiptarët. Edhe nga Kosova nuk munguan urimet. Presidentja Vjosa Osmani ka uruar shqiptarët për 113 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, duke theksuar lidhjen e ngushtë mes Kosovës dhe Shqipërisë. Ajo e ka cilësuar këtë ditë si një simbol të bashkimit dhe krenarisë kombëtare. Në mesazhin e saj, Osmani theksoi se Kosova dhe Shqipëria sot ecin krah për krah. Po ashtu, kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka dërguar urimin e tij për ditën e flamurit, duke cilësuar 28 nëntorin si një ditë të shenjtë që ka shënuar momente të rëndësishme të historisë shqiptare. Kurti përmendi ngritjen e flamurit të kastriotëve në Krujë më 1443, si dhe shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë në Vlorë 28 nëntor 1912.